mundohem ta gjej ku buron filli logjik që ka ndjekur prokuroria për dalë me kërkesën për varrosje për zgjallit 4 burrave. Dhe sikur ndonjëherë fjalët nuk më vinë në ndihmë për të shprehur. Ndjes më duhet kohë ta gëlltis gjithë atë mal me mu. Po i themi brezave të rinj pastaj që përdorni fjalor të pastër. Gjithë atë mal me që nxorri sot ajo prokurori në zemër të Europës demokratike. Më nxirr 17 është momenti kur ai publikon foton e prokurorit, thot ja dhe arsyeja kur flet përballë idiotësisë ndërkombëtare. Dhe ka dhe 18-ën, të lutem, 18-a çfarë idioti ndërkombëtar. Dhe ka nxjerr foton e prokurorit. Nuk mos para bashkohem me Ramën, po në këtë rast jap drejt, bashkohem me të. Ky është super idiot. Domethënë, ne në Shqipëri kemi pas përdorur një fjalë, thoshim pall komplet. Ky e meriton tamam fjalën pall. Një njeri që thot ka mashtruar, Arshim tha që thot ka mashtruar Bill Clintonin, Tony Blairin, Jacques Chiracun, Massimo D'Alemën, Schröderin, edhe shërbimet sekrete të gjysmës globit i ka mashtruar Shqimi. Nuk duhet jesh idiot. Këti i vlen më shumë se kujt don botë shpreja e zhvejkut çpun ka mund se qa them unë. Ky është tamam për zhvejkun. Ndërkohë kemi një reagim të Berishës, të ludhem, ma nxirr të pak 20-ën, vendose, është ekskluzive për emisionin. Akta akuza e prokurorëve të Hagës, më duhet të them se ishte një pamflet propagandistik, variant i propagandës anti-shqiptare të ultranacionalistëve serb mbi luftën çlirimtare të popullit të Kosovës dhe ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Për mua ishte e pabesueshme një akt akuze të tillë ndaj udhëheqësve politikë më kryesor të UÇK-s dhe të Kosovës pas çlirimit të saj. Kam qenë dhe mbetëm i bindjes së pandryshueshme të ndëshkimit të çdo krimi dhe të cilit do autor që e kryen atë. Por nga ndjekja e vëmendshme e të gjithë procesit gjyqësor 4-5 vjeçar në Hag, nuk kam dëgjuar gjërë sot asnjë provë, fakt apo dokument që të paraqes fajësinë konkrete të të akuzuarve në gjykatën e Kosovës në Hag. Në të kundërt, mund them se ata burra me qëndrimet e tyre me udhëheqjen e UÇK-s jo vetëm kanë shpëtuar dhjetra e mira jetë nga genocidi serb të shqiptarëve të Kosovës, por do të them se ata kanë shpëtuar edhe qindra e mos më shumë jetë serbësh nga hakmarrja e cila natyrshëm mund shpërthente pas kasaphanës që serbët realizuan gjatë viteve të luftës në Kosovë. Në këtë drejtim, unë i bëj thirrje gjykatësve të kësaj gjykate në gjaftofsi të hedhin poshtë këtë pamflet propagandistik dhe të shpallin pafajësinë e të akuzuarve, mbasi përpjekja për të barazuar agresorin me viktimen, Karaxhiçin, Mladiçin me Hashim Thaçin dhe Jakub Krasniqin është një përpjekje që del jashtë çdo lloj krahasimi që mund të bëhet. Unë shpreh bindjen se gjykata do shpall pafajësinë e tyre. Asnjë krim konkret, asnjë krim i lidhur direkt me asnjërin prej atyre që janë në bangun e akuzës nuk është paraqitur gjithashtu, ndaj dhe ka vetëm një zgjidhje, kjo është pafajësia, ndjesa dhe rikthimi i tyre në shtëpi. Ishte ky pra reagimi i Sali Berishës. Ndërkohë kisha një sqarim vogël se po merrem shumë
se më thot Albatrosi që në për portale thot që u qelluan, nuk ka pasur goditje, jo. Jo, me pa pas goditje, unë që kësha dhënë dorën. Po jo, nuk ka pasur goditje. Nuk ka pas goditje. Albatrosi. Sqarim, nëse doni ta sqaroni, bëni me ngadalësim se Sherri ka qenë dhe live në TV, nuk është se imagjino kur e sheh vetë dhe e egzageron, imagjino post pan. O, mundet me mrej se maj madhë është, dhe më thonë... Jo, edhe unë pa da frikë se po të rrë. Nuk ka pas kontakt fizik. Ka pas kontakt fizik. Jo, pare, nuk pate, po jo më pa jo pan televizor që s'kishte. Po, kjo mbaroj. Ndërko, rikthehemi, Berat, reagimi i liderëve Shqipërisë. Mund të bëjnë gjë? E para ja dhash regjisë atë pjesën e fjalimit Shvendimanit, është një pjesë që, okej, pra, që tu janë 25 faqe, kjo thot, kur e ka kry, thot, my time has come to an end, but the work of the Specialist Prosecutor Office nuk ka përfundu. Pra, koha jam e mbaroj, po jo edhe e puna asoj. Dhe kompania nuk përmbyllët, the firm is not closing. It will be simply under new management. I didn't resign, thought I was just told by my government that my time was up. Kjo është viti 2018. Përkthejni për publikun. Pra, kjo thot që unë nuk kam dhënë dorëheqjen, vetëm mu tha nga qeveria ime që largohu, mbaroj koha jote. Se kjo është e botume, kjo 25 faqe, le ta gjojnë kush dënë e ka, po pastaj e ka një fjalim ku thot që une nuk pata rast për me ngrita këtë akuzë, pra ndaj më largun. Pra, është e qartë sigur pika lotit, është e kthjellët që ky tipi e ka marrë rastin. A mund të reagoj Shqipëria? Ka në i mundësi reagimi? Jo, mërë, po qërë. Edhe Berisha, i cili ka qenë në armitësi me zotin Thaçi në prej vitit 2014 dhe në vitin 2000, dhe i ku është arrestu zotin Thaçi. Ka qenë korrigjimi kufive. Mirë po, burëria dhe leadershipi... Kanë shkëmbyer dhe akuzat forta me njëri tjetrin, edhe personale. Mirë po, burëria dhe qëndrimi Berishës ka qenë për çdo lavdat, edhe vazhdon me konë. Pastaj, Edi Rama, bile duna me thonë një gjohë, me thonë, tehu jam i kritikës ndaj zotit Rama për qeverisjen, është të pit pak kër e këm po mënyrën se se e ka trajtu zotin Thaçi. Nëse zotin Thaçi e ka një vlonë... Dhe dua, dhe Berisha që ka qenë sherr me të, po qëndron mbi sherrin personal duke mbrojtur çështjen. Totalisht. I vetëmi person që nuk e ka kalu kur, dhe më thonë, ja kanë përmen lekt, kasap ja udhojnë lekt, Ministria Drejtësisë. Zotit Thaçi në momentet e fundit nuk ka pas mo lek me pagu avokatin. Nuk ka pas lek. Shqiptarët e Shqipërisë janë mbledhur në Washington, i kanë bë disa miliona euro për me pagu centin e fundit avokatit. Qeveria e Kosovës, jo që si kanë mbulu të gjitha, kanë dolë disa herë kanë tregu sa lek për ja udhojnë për mu mbrojt. Me deklarata zyrtare. Shqipëria ç'a mund bëj, Berat? Ka mundësi më shumë? Shqipëria i ka bë gjitha ato që mundet mi bë, ka bë rezolut, nuk mundet me bë diçka tjetër. Ka pagu lek, jo qeveria, për përmes lobimit që i ka pos, jo në bulu faturat e fundit zotit Thaçi dhe të tjerëve atje. Eliza, mund të bëjë në gjë Shqipëria? Po, e para që ka qenë, e mirëpritur ka qenë adresimi zotrit Rama në Këshillin e Evropës, nëse e kujtoni. E dyta, që e tha dhe Berati edhe unë njëjtë, kam informacion për këto përkrajes që janë bërë, sepse qeveria e Kosovës nuk është që s'ka dhënë, po s'ka dhënë afërsisht mjaftueshëm, prandaj janë themeluar edhe fondacionet e familjes.